vazhdoj kjo luftë, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë burimet e pashtershme të municioneve, jo se s'kan mundësi t'i përdorin, t'i prodhojnë. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një shtet gjigant që kanë një potencial të jashtëzakonshëm, ushtarak, ekonomik e tjerë, por le të kujtojmë për shembull që harxhimi i municioneve për këto 2 javë të fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto municione janë prodhuar në një, le të themi, segment kohor prej 5 vitesh për të harxhuar për 2 javë. Pra me këto, le të themi, hapa dhe shpejtësitë maramëndse, vështirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta përballojnë një intensitet të tillë për një kohë të gjatë. Për më tepër që edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës rritet presioni ndaj administratës amerikane për përfundimin sa më të shpejtë të konfliktit. Ndërkaq nga ana tjetër, zoti Pumo, kemi pasur një tjetër zhvillim nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike i Iranit, i cili tashmë ka rritur ndjeshëm tonet kërcënuese duke paralajmëruar se armiqtë të vendit duhet të presin një veprim të fuqishëm dhe të menjëhershëm nga forcat e armatosura iraniane, dhe sigurisht ky reagim vjen në momenti të jashtëzakonisht pra të tensionuar, pasi Teherani ka pretenduar se infrastruktura e tij energjetike është vënë tashmë në shënjesë të tërë një sulmi të koordinuar. Si shihni të gjitha këto kërcënime pra të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike për një goditje të menjëhershme? Nga një anë është logjike që Irani reagon në mënyrë të tillë nëse është i vendosur në rrugën e tij për të kundërvënë agresionit. Nga ana tjetër, kur le të themi një regjim ose një palë konfliktuese kërcënon, le të themi që kërcënimi është më i madh se sa goditja, sepse domethënë hakmarrja serviret e ftohtë. Nga ana tjetër, gjithsesi Irani e ka treguar aftësinë e vet për të goditur dhe me raketa shumë të sofistikuara, flitet që ka dhe akoma le të themi mjete raketore të papërdorura, ka disa raketa kineze të papërdorura që janë me një fuqi goxha të madhe veprimi. Dhe gjithashtu dronët nuk kanë të sosur, ata kanë pasur edhe më përpara, domethënë një, le them, depozit të madhe të sasi të madhe të dronësh të pa përdorur, domethënë në rast të lufte janë përgatitur dhe ata këtë radhë si mos më mirë. Nga ana tjetër, edhe Rusia për shembull nuk është se nuk i ka ndihmuar fare, le të themi, por ndihma ka qenë e moderuar, ndarje dhe presidenti Trump në deklaratat e tij ndaj Rusisë ka qenë edhe ai goxha i matur, nuk ka thënë, domethënë nuk është bilancuar, duke deklaruar që ndoshta Rusia i ka ndihmuar pak Iranin ashtu siç kemi ndihmuar neve Ukrainën, tha ai. Por dihet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ukrainën nuk ka ndihmuar pak, por ka ndihmuar goxha. Por sa i përket Rusisë, deklarata e fundit e ministrisë jashtme ruse, dje nga Maria Zakharova ka qenë e tillë që neve do të dërgojmë ndihmë humanitare në Iran, pra nënvizoj këtë gjë. Kjo tregon që Rusia preferon të ndihmojë Iranin, sigurisht që në anën e Iranit në mënyrë diplomatike, edhe ekonomike, edhe strategjike, por jo në mënyrë të hapur ushtarake ndoshta. Sigurisht mund të ketë këshilltar ushtarak që mund të le të themi këshillojnë Iranin si të përdor më mirë shahedet, jo t'i dërgojnë shahedet Iranit, pasi Irani është vetë ai që i ka dërguar shahedet dhe i ka shitur shahedet, pra drona Rusisë, dhe nuk ka nevojë, të paktën nuk ka pasur nevojë për këto më përpara. Për më tepër që Irani ka lëshuar licencën e prodhimit të dronëve shahed në Rusi dhe ka 2 uzina të tilla në Rusi që prodhojnë dronë shahed me licencë iraniane. Pra Irani është goxha i sado që të drekojnë që është i prapambetur etj, ai ka avancuar goxha sidomos në prodhimin e industrisë ushtarake, të raketave me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi. Irani ka shkuar goxha përpara dhe është një shtet që do të thoja pa egzageruar kollos në këtë drejtim, me një popullat për 90 milionësh, me një fuqi mobilizuese për 12 milion ushtarak. Është një fuqi e jashtëzakonshme që mund të mbulonte, le të themi, me sasinë e ushtarëve që ka, fuqitë e Gjirit Persik të marrë së bashku, pra fuqia mobilizuese e Iranit është shumë më e madhe. Kuptohet që lufta tashmë nuk bëhet vetëm me ushtar konkret, por gjithsesi në luftra të tilla edhe faktori ushtarak dhe fuqia mobilizuese kryen rolin e vet. Mos harrojmë që në Ukrainë problemi kryesor i ushtrisë ukrainase është fuqia e dobët mobilizuese e ushtrisë ukrainase.
E qartë. Zoti Puma, sa e mundshme është Irani të kundërpërgjigje duke goditur drejt për drejt interesat e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në rajon? Po tashmë i ka goditur sa mund, ai po dëmton me aq sa ka mundësi të dëmtoj, aq më tepër, domethënë lëkurën e vet po është shumë shtrenjtë dhe akoma nuk e kanë marrë lëkurën, le të themi, në ngushticën e Hormuzit, le të themi vendosja, instalimi i minave detare është çështje kohe për të bllokuar komplet. Teknikisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kur kanë kërkuar, le të themi, ndihmën e aleatëve të tyre dhe të anive, nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e përballojnë dot vetëm luftën e Iranit. Është problemi që teknikisht duhet një sasi e madhe anijesh që të jenë prezente për të krijuar një farë muri që të vendoset paralel me bregun iranian, që nga ana tjetër, domethënë e kundërt, të kalojnë anijet. Dhe kjo do të siguronte në një farë mënyre, mund të siguronte kalimin e anive në pjesën fillestare, le të themi, të rifillimit të lundrimit në atë zonë. Nga ana tjetër, mos harrojmë që Irani ka dhe forca proxy goxhat edhe vasale, por edhe shumë të sofistikuara. Dhe këtu nuk flasim vetëm për Hezbollah në Liban, por flasim sidomos për Houthi në Yemen, dhe sikur ata të bllokojnë siç kanë premtuar, edhe me urdhët e Iranit ato do ta bënin këtë gjë, sikur të bllokonin ngushticën Bab el Mandeb, do të bllokonin komplet hyrjen dhe daljen nga deti i Kuq, pra dhe nga kanali i Suezit, që do të ishte një katastrofë për ekonominë botërore. Jo vetëm për Izraelin dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, mbas gjithë këtyre kërcënimeve, zoti Puma, mendoni se është një përpjekje drejt për të zhgënjëzuar ndoshta ekonomikisht Iranin dhe për ta nxjerrë jashtë loje në tregun global të energjisë? Këtu pjesërisht është e drejtë kjo që thoni juve, por mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës me këtë luftë jo vetëm që po ushqejnë në një farë mënyre Izraelin. Për të habitur sot, për shembull, ka qenë një deklaratë e presidentit Trump që kritikoi biles me forcë, do të thoja, veprimet e Izraelit për të goditur impiantet e gazit në Iran. Dhe kjo solli reagimin e vetë gjithashtu të Iranit, që u kundërpërgjigj dhe goditi Katarin dhe shumë impiante të gazit në vendet e gjirit. Nga ana tjetër, ky impiant që është goditur në Iran ishte pika kryesore furnizuese për gaz që shkonte në Turqi. Pra është goditur, le të themi, janë goditur interesat e një shteti të NATO-s, të perëndimit. Turqia de facto përfaqëson perëndimin në këtë rast, pavarësisht se pozita gjeografike e bën vend të lindjes. Por gjithsesi kjo ka qenë një vetë Trumpi deklaroi që nuk ka pasur të drejtë dhe Izraeli nuk do të bëjë më goditje të tilla, pra me një farë mënyre nuk kanë qenë dakord, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, pavarësisht se kanë ndërmarrë këtë aksion të përbashkët, kanë dhe interesat të ndryshme në rajon. Izraeli ka të ngjarë që do të destabilizojë maksimalisht sa më tepër që të jetë mundur të gjithë vendet arabe për të qenë në EAF, siç ka bërë për 10 vjet për çaj sundo në botën arabe. Por gjithsesi mos harrojmë që Irani nuk është vend arab gjithsesi, por gjithmonë ka përfaqësuar, le të themi, atë teokratizmin fetar që ka qenë gjithmonë kundër Izraelit, kundër sionizmit izraelit, dhe tashti ku përbën sigurisht për ta një rrezik serioz. Dhe rasti i rrallë është për Izraelin, që ju shfaqet një shtet mikroskopik si Izraeli, në mendimin mbas shpatullave të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka shansin për të shkatruar një vend kaq të madh si Irani. Prandaj ata kanë qëllimin numër 1, le të themi, përmbysjen e regjimit atje. Për ta është shumë vitale. Për amerikanët mund të jetë edhe një opsion, domethënë përmbysja e regjimit, por jo domosdo aq sa e ka të nevojshme Izraeli. Qartë. Mirë, zoti Puma, për ta mbyllur, ndërkaq kush ka më shumë për të humbur në këtë përplasje, pra kush ta paguajë faturën më të madhe? Mendoni se është Irani, Izraeli, apo nga ana tjetër kemi ekonominë botërore?
Po të flasim për dëme materiale konkrete, domethënë në vende dhe për jetë njerëzit që gjë më e vyer gjithmonë në botë, sigurisht që humbet më të mëdha i pëson Irani nga ana humanitare, nga ana ekonomike gjithashtu. Por dhe vendet e Gjirit Persik sigurisht që kanë humbje të mëdha jo vetëm në le të themi materiale, por edhe të reputacionit të tyre të biznesit, ku le të them kapitali botëror është stepur, investimet nuk janë më ato që mund të përmendeshin përpara luftës, as diskutohet. Nga ana tjetër, dy humbës të mëdhenj të kësaj lufte, sa më gjatë të vazhdojë kjo luftë, aq më keq do bëhet situata, janë dy, le të themi, subjekte të ekonomisë botërore që janë Kina dhe Europa.